Pranvera është ekuivalenta natyrore e rinisë, dhe çdo pranverë shpërfaqet prullin, elegancën, shkëlqimin tonë në këtë sallë të bekuar. Teatri Skampa është tempulli i qytetit, sepse prej Vasanit, arti dhe dia janë të bukat e këtij pajtimi. Në këtë qytet ka larmishmëri idesh, politika, ekonomia, puna, shkollimi, zënë një pjesë të mirë të kohë dhe mendjes njerëzore. Ka doza sita, shpërballje, aktivizëm, për elementi përbashkues ku mbyten mendimet, ku numërohen hallet, ku stresi gjen udalje, ku njeriu prezanton më të bukurën e tij, mbetet arti. Arti është ilaçi i shpirtit, është solidariteti, është gryca minore për ta nesh, le ta shpërndajmë më të mirën, më të bukurën dhe më fisnike. Dashuria është një jetës, është një bipolare e cila shkakton kulturi, më të madhe për edhe ditje të tëmpret. Sot startojmë me shfaqjen tonë me një zë potet, Fariush, Daniela Zdrava, me këngë me